Takimi kryeministrit në detyrë Albin Kurti me kandidatin për kryeministër nga PDK-ja Bedri Hamza ka nxitur debate në vend, teksa kriza politike vijon të mbaj pezull krijimin e qeverisë dhe institucioneve të reja. Analistët në Kosovë vlerësojnë se takimi së hënës është një njohje e realitetit nga ana e Kurtit, edhe pse vlerësojnë se një koalicion i mundshëm me PDK-n nuk është zgjidhje e preferueshme, veçanërisht nga vetvendosje dhe do të shoqërohej me një seri sfidash për të dyja partitë. Kjo ka shkaktuar një lloj konfuzion dhe shumë qytetarë bojnë pyetje në lidhje me këtë temë dhe si a do të jetë kjo në shkëndi. Personalisht nuk e besoj. PDK-ja ka qenë konsistente se nuk do të qeverisë me Kurtin dhe nuk besoj që ka ndryshuar diçka në qëndrimet e tyre. Për një arsye shumë thjeshtë, ata besojnë që nuk i vjen mirë as Kosovës, as PDK-s me hinë qeveri me Kurtin. Një koalicion mes vetvendosjes dhe PDK-s do të ishte shumë stabil. Përpos zgjedhjes konstituimit kuvendit, zgjedhjes kryeministit, po e garanton edhe zgjedhjen e presidentit, i cili ka dhënë mandatin në fillim të vitit tashëm. Mirë, po problemi është se këtu ka frikë lëvizja vetvendosje me bëni koalicion me PDK-n, sepse po frikohet se ka mu dëmtuar vota në zgjedhjet e tashme kur do mbahen për shkak të retorikës ashpër që ka pas me lëvizja vetvendosje me PDK-n. Sipas analistëve, takimi me Hamzën i shërben agjendës së Kurtit për të përforcuar qëndrimet e tij që i shpalosi dhe në takimin me presidenten Osmani dhe që kanë të bëjnë me zgjedhjet e parakohshme. Ata thonë se Kurti nuk e ka shumicën parlamentare siç pretendon, por edhe opozita po sillet në mënyrë të papërshtatshme duke treguar se është tejet e friksuar. Partitë që deri dje kanë qenë opozitare kanë dështuar. Pasiviteti tyre, më lirisht është operacioni dështuar, ata po friksohen nga hijevet, po friksohen nga vendimet politike dhe nuk janë gjendje me u grumbullu dhe me ia dhënë Kosovës një shumicë parlamentare. Padyshim opozita, këtë rast PDK nuk i ka numrat. Bashkë me LDK-n, e cila nuk ka gatishmëri, as me AK nuk i kanë votat e nevojshme me formu qeverinë. Prandaj nuk duket përveç disa figurave me ndikim PDK, siç është rasti i Sami Lushtakut, nuk është se ka pas kundërshtime të mëdha në PDK për një koalicion me lëvizjen vetvendosje. Takimi Kurtit me Hamzën erdhi pas dështimit të përpjekjes së 29 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Opozita vijon të kundërshtojë propozimin e vetvendosjes për zgjedhjen e Albulena Haxhiut si kryetare e parlamentit dhe po ashtu idenë e mbajtjes së një votimi të fshehtë.